Një farë mënyrë këto ditët e fundit, edhe vetë Partia Demokratike e humbi një shans shumë të mirë që të mbante një qëndrim që do t'i jepte në fakt besueshmëri përpara elektoratit, duke u bashkuar me Ramën për t'u drejtuar, le të themi, dhe ndryshimeve të kodit zgjedhor, të cilat do të synonin zhdukjen e partive të vogla. Domethënë, aty ku e kishte mundësinë që tregonte integritet, në fakt tregoi fatkeqësisht në një farë mënyre që ishte më interesuar për interesat e veta. Një farë mënyre këto ditët e fundit, edhe vetë Partia Demokratike e humbi një shans shumë të mirë që të mbante një qëndrim që do t'i jepte në fakt besueshmëri përpara elektoratit, duke u bashkuar me Ramën për t'u drejtuar, le të themi, dhe ndryshimeve të kodit zgjedhor, të cilat do të synonin zhdukjen e partive të vogla. Domethënë, aty ku e kishte mundësinë që tregonte integritet, në fakt tregoi fatkeqësisht në një farë mënyre që ishte më interesuar për interesat e veta. Një farë mënyre këto ditët e fundit, edhe vetë Partia Demokratike e humbi një shans shumë të mirë që të mbante një